Dërgjoni një gol që e dërgon për momentin e pasaj në Final Four, sa të kënaqur jeni, kujt e dedikoni? Këtë gol ja dedikoj familjes, por edhe stafit, drejtuesve që kanë besuar gjithmonë tonë. E prisit që të shënohet duke parë që keni pasur vështirësi këtë sezon? Kam pasur vështirësi, por në prisa që shënoja sepse këto javë isha duke dhënë maksimumin dhe nuk kam ndalë asnjëherë, gjithmonë 100% stërvitje e prisja. Ndërkohë që mbetet edhe një ndeshje për Final Four, si e prisë me Partizanin, luani për një barazim, fajkën? Nesër jemi pushim që të hanën vazhdo stërvitja dhe të objektivit dhe shpresojmë që të kapim objektivat e klubit katërshe. Sa besim keni pasur që mund shkonin katërshe duke parë diferencën që ka qenë para shumë javësh? Fillim ishte diferenca që jo madhe, 12 pikë duket, por me nimin e profesorit që kur erdhi na ndihmoi. Gjatë ditëve stërvitje kena besu gjithë që do të kapim këtë objektiv. Sot ishte goli që e ka dërguar Elbasan në katërshe për momentin. Do të shpresoj që të shënojë edhe një gol vendimtar me Partizanin? Shpresojmë tash, gjithmonë për më mirë.